Ndodhemi në Ferras, në Bashkinë e Fierit. Jemi këtu së bashku me Ministrin e Mbrojtjes dhe Kryetarin e Bashkisë Fierit dhe të gjithë forcat e emergjencave civile dhe ato të forcave të armatosura. Është bërë evakuimi të gjithë banorëve nga zona e Ferrasit, të gjithë ato shtëpi që kanë pasur problematika dhe që uji ka qenë prezent, janë evakuuar që të gjithë qytetarët. Bashkia e Fierit ka përgatitur një nga konviktet dhe është i gatshëm për t'i pritur të gjithë njerëzit që janë evakuuar. Megjithatë, nga që kemi marrë vesh këtu në zonë, të gjithë kërkojnë të qëndrojnë afër banesave të tyre, kështu që kanë preferuar që të qëndrojnë në shtëpitë të tjera të cilat nuk kanë prezencë të ujit. Megjithatë, duhet themi një fakt shumë të rëndësishëm, do ta thotë Ministri i Mbrojtjes, nuk ka pasur çarje të argjenaturës së Ferrasit. Thjesht niveli i ujit është më i lartë se vetë argjenatura, kështu që ka pasur hyrje të ujit në zonat e banuara, por jo çarje të argjenaturës, siç është thënë deri tani në disa nga infot e shpërndara në media. Ashtu është absolutisht e vërteta, nivelet e ujrave dhe prurjet e orëve të fundit ka qenë të atilla sa kanë tejkaluar majën e argjenaturës, por ajo është ende e qëndrueshme, çka është lajm i mirë dhe na bën optimist që me uljen e prurjeve, siç janë matjet aktualisht nëpërmet dhe në Memaliaj, do fillojnë të reflektohen sipas analizës tonë edhe në orët në vijim në Grykderdhjen e Vjosës, në të dy anët edhe në Fier dhe në Vlorë, të mund të rikuperojmë një çik rezervë në të gjitha kanalet e kullimit. Hidrovorët gjithashtu në të gjithë zonën edhe deri në Darzez janë kapacitet të plot për të krijuar, siç e thash, rezervë optimale në rast se kemi vërshime të tjera. Do jetë mbrëmje dinamike. Forcat armatosura dhe emergjencat civile të dyja bashkive Fier-Vlorë janë në terren pranë banorëve. Evakuimet i konsiderohet të jenë kryer në mënyrë të suksesshme, pavarësisht dhe mirë kuptojmë sigurisht banorët duan të qëndrojnë pranë banesave. Kemi akomodim dhe në Fier, siç e tha zëvendës kryeministri, dhe akomodime dhe në Vlorë, qoftë në struktura shtetërore, qoftë edhe në struktura hoteliere që ne janë bashkangjitur në këtë iniciativë. Sa është numri i personave të evakuuar? Aktualisht kemi 20 persona të evakuuar në pjesën e Vlorës, të fshatrave përballë. Është ende në evakuime sipër Bishani në disa situata, kështu që është situatë dinamike dhe do i përditësoj për shifrat, dhe kemi dhe 15 familjar këtu në Ferras. Shumë e rëndësishme të themi edhe një herë që sot në mëngjes, në pikën e matjes që ne përdorim për të matur lartësinë dhe prurjet e lumit Vjos në Memaliaj, ka qenë niveli 8 metra. Në këto momente është 5.3 metra, pra ka një rënje të qëndrueshme, graduale dhe të konsiderueshme, për gati 2 metra. Dhe kjo ne presim sa më parë që të reflektohet. Armando e di më mirë dhe nga eksperjenca. Ja, eksperienca edhe e herëve të shkuara në fakt. Besoj që ne kemi thënë shpesh që nga Memaliaj deri këtu kërkohet 5, 6, 7 orë maksimumi, në varësi të lëvizjeve, që të pasqyrohet këtu. Kështu që besoj në orët në vijim, rënja e nivelit ujrave do të ndihet. Sapo na erdhi një informacion nga Kashishti, pra nga pjesa e sipërme e Vjosës, në fshatrat e sipër, niveli ka filluar të bjerë ndjeshëm. Rreth 15 Vetëm në një orë kemi rreth 15 cm rënje. Kështu që besoj në 4-5 orët e ardhshme, mendoj, filloj do të pasqyrohet rënja e nivelit edhe këtu.